Si ka mundësi kriminalishit që jeton gruaja në Norvegji, më falni, e vajza në Norvegji. E po e doj ka Kosovën ky ma shumë, ose kjo, ose thënia i ti, ose gruaja i ti ma shumë se Anita që ka linë në Prishtinë, e që ka nëna e babë shqiptar. Du me thënë diçka, një gani, na kush da, pa të gjithë kanë me e marë ndëshkimin për asë sa i takon. Ja prej ligjet, ja prej Zotit. Ju lutem, a mundet ky edhe Dejona, për ju të regojnë sot këtyne, ti edhe Dejona, sa për ju pysh këtë që ta që po flishin në internet, për ju pyshu në juve, ka do qini ju, që po flishni, me emnat vërtet edhe pa emnat vërtet, se tonë kanë me jep llogaritë e veta. Ja para ligjit, ja para Zotit që ta, krejt kanë me llogaritë e veta. Qysh ka mundësi, Dejona, nuk po hëm pse ka me Dejona, as Mihal, as Albin Kurti, qysh ka mundësi, që ta njerëz, që për shembull ajo s'ka linë në Kosovë, nuk ka linë në Kosovë, nuk ka jetu në Kosovë, nuk e ka kalu një për atyre dhimbjeve që i kem kalu na. Se ka në antarë të familjes vramë për këtë Kosovë, në i plakë të marne. E si më bashkjush, ajo po e doj ka Kosovën ma shumë se unë, e njerë si unë. Si ka mundësi kriminalishit që jeton gruaja në Norvegji, më falni, e vajza në Norvegji. E po e doj ka Kosovën ky ma shumë, ose kjo, ose thënia i ti, ose gruaja i ti ma shumë se Anita që ka linë në Prishtinë, e që ka nëna e babë shqiptar. Kush po kujton që e më rrinë me na të tregu neve që qashtu është ma e vërtet. Na jem t'i veni, na kem tolerant, na kem respekt, na kem nejer për gjithë. Amo, një gjani prej me po këthin e të fjalla i vrejnë më bosh. Boni gati gjithë. Boni gati gjithë për llogarit, kanë kam e dhonë llogarit, gjithë kush, për sjelljet e veta, për veprimet e veta, për ato që ka bojnë, para ligjit e para Zotit. Gjithë kanë më përballë. Pse po i them kështu? Sepse nuk mundet dikush me ofendu këtë vend, me ofendu këto vlera, na kem respekt se unë e dua çdo plan ta dëu tim shqiptarë, s'ka lidhje që s'kam lidh atje. Po unë shmoj me thonë ati në progonat, ose në kohë se unë e du koqën ma shumë se ti, ose e du të tovën ma shumë se ti. Qa ka i do t'i veni? Kanë ardhur njerëz që as e din kush janë, as ka kanë bërë deri dje, as çfarë kontributi, çfarë sakrifice, për shkak këta njerëz që kanë më të garantu, e këta po detyrohet, po duhen me i tregu tjerëve kush janë. Hajdeni, po kem kaluar ne për kësi propagandash, në për kësi luftash hibride, në për kësi kolonash 5, 7 të në herët. Pa nuk është hera parë. Këtë kanë me marrë në dëshkimin që ju takon, në bazë ligjit edhe në bazë të asaj që bojnë. Po i përmendni linqimet në rrjetet sociale në internet. E përmend dhe Anitën. Kur i përmend që të dyjat nuk mundesh, pa shku të një video të premtës që rezultatin edhe të shtunën ku arrestu Kora Bajgora. Një qytetar që shet Kolomoqa në Korçë. S'po du me pa tash videon, po mu i jo, s'po du me transmetu për shkak se është person privat. Po du me thonë diçka, një gani, na kush da, pa të gjithë kanë me marë ndëshkimin për asë sa i takon. Ja prej ligjit, ja prej Zotit. Çka do që e vojnë kanë me paguë.